Jemi rikthyer në breaking, ndërkohë që Shqipëria kthehet sot në kryeqendrën e Europës, ku mbahet samiti politik evropian. 47 lider nga i gjithë kontinenti do të zbarkojnë në Tiranë për takimin e 6 të komunitetit politik evropian, i cili do të nisë zyrtarisht punën në orën 11 për të përfunduar më pas në orën 18:30 me konferencën përmbyllëse. Pjesa më e madhe e liderëve të Europës do të mbërrijë në Tiranë ditën e sotme. Drejtuesit më të lartë të Bashkimit Evropian, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe përfaqësues për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, do të marrin pjesë në një darkë informale me liderët e Ballkanit, kanë marrë pjesë me liderët e Ballkanit Perëndimor, ndërkohë që me datë 15, pra ditën e djeshme, kryeministri britanik Starmer ka nisur edhe një vizitë zyrtare në Shqipëri. Gjatë pasdites së sotme, kryeministri Rama parashikohet të presë në një takim presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa, me të cilin po ashtu do të dalin përballë mediave, më falni, gjatë ditës së djeshme. Ndërkohë ka patur shumë reagime rreth këtij aktiviteti. Është samiti i 6 i komunitetit politik evropian, mblidhen 47 krerë shtetesh ose qeverisht së bashku me drejtuesit e institucioneve kryesore europiane dhe ndërkombëtare. Kjo është hera e parë që komuniteti politik europian mblidhet në Ballkanin Perëndimor, ndaj konsiderohet një moment me rëndësi historike si për Shqipërinë, ashtu edhe për rajonin në tërësi, një ngjarje që përfaqëson jo vetëm një njohje simbolike të vendit të Europës juglindore brenda strukturës politike europiane, por edhe një investim strategjik në rolin e saj për të formosuar të ardhmen e kontinentit. Samiti i Tiranës zhvillohet në një kohë kur Evropa ndodhet në një pikë kritike kthese, një luftë vazhdon në kufirin lindor të saj, tensionet globale janë çdo ditë në rritje, kërcënimet hibride, shtrëngimi ekonomik dhe tronditje teknologjike po vënë në provë qëndrueshmërinë demokratike dhe po kërkojnë përgjigje më të koordinuara nga Europa. Në këtë kontekst, komuniteti politik evropian shfaqet si një forum thelbësor për unitetin, një forum që tejkalon kufijt institucional dhe bashkon të gjithë familjen e kombeve europiane për të shkëmbyer ide, për të përballuar sfida të përbashkëta dhe për të përcaktuar një drejtim të përbashkët përpara. Dhe duke u mbështetur në vrrullin e samiteve të mëparshme, të cilat janë zhvilluar në Prag, në Moldavi, në Spanjë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Hungari, komuniteti politik europian në Tiranë do të shërbesi një platformë për dialog të hapur politik dhe bashkëpunim konkret. Agenda do të pasqyrojë çështjet më urgjente për qytetarët evropian sot, ndërkohë që do të ofrojë dhe hapësirë për të parë përpara me qartësi dhe ambicie. Ne ndërkohë jemi me pamje direkte nga sheshi Skënderbej. Duhet përsëris në pyetjen sepse nuk ju dëgjova. Fjori vijon pritja e liderëve këtu në sheshin Skënderbej, kryeministri Edi Rama, sikurse
Sikurse do tradita është duke pritur të gjithë liderët ndërkombëtar që mbërin një këtu në sheshin Skënderbej sipas një protokolli të mirë përcaktuar për të ngjitur më pas shkallët e teatrit të operas dhe baletit, ku pas pak minutash do të shkrepet edhe fotoja familjare e të gjithë pranishmëve. Kujtojmë se është hera e parë që samiti i 6 i komunitetit politik evropian mbahet në një vend jashtë Bashkimit Evropian dhe ky event i rëndësishëm, ky takim i nivelit të lartë solli për herë të parë në Shqipëri një kryeministër britanik, që ishte pikërisht zoti Keir Starmer, që një ditë më parë pati një agjendë mjaft të ngjeshur, u takua me kryeministrin Edi Rama dhe patën edhe një konferencë të përbashkët për mediat ku prekën çështje të rëndësishme, pasi kujtojmë që problematike ka qenë dhe vijon të mbetet emigracioni i paligjshëm drejt Britanisë së Madhe, dhe shqiptarët janë ata të cilët kanë një numër të konsiderueshëm të adhetarëve të tyre të cilët kalojnë pra kanalin e La Manshit për të drejtuar brigjeve britanike, por në ndër të tjera ka qenë një temë diskutimi edhe ajo e krijimit të qendrave të pritjes së emigrantëve për të përballuar kështu numrin e lartë të kërkesave që britanikët kanë për azil. Megjithatë, kryeministri Edi Rama një ditë më parë bëri të qartë se Shqipëria nuk do të mirëpres asnjë kërkesë nga asnjë shtet tjetër për krijimin e qendrave dhe në shkrimin e protokollit të ngjashëm si ajo me kryeministren italiane Giorgia Meloni. Kujtojmë se edhe kjo e fundit do të jetë sot e pranishme në samitin e 6 të komunitetit politik evropian për të diskutuar çështje të rëndësishme jo vetëm në sesionin plenar, pra në seancat e hapura dhe të mbyllura për mediat, por gjithashtu do të ketë edhe takime të rëndësishme bilaterale. Është një moment mjaft i rëndësishëm për Shqipërinë që bëhet mikpritse e këtij samiti. Është iniciuar në vitin 2022 ky lloj forumi nga presidenti francez Emmanuel Macron dhe që prej atij momenti është mbajtur çdo vit nga 2 herë në vit në shtete të ndryshme të Bashkimit Evropian, dhe kjo është hera e parë që Shqipëria bëhet mikpritse e takimit të nivelit të lartë. Vijon komunikimin me mediat pavarësisht shiut të dendur që bie në këto momente në Tiranë. Prej disa minutash e shohim të komunikojmë me mediat. Jam pamje direkte. Do të luaj. Po, ai po luan lojra për momentin që tregon që nuk janë serioz. Nuk e kanë seriozisht kërkesën për paqe. For some decision of Putin, and after this date, you will do some other stuff. No, I mean, we have been. Janë këto pamje të drejt për drejta që na vinë nga sheshi Skënderbej. Pak minuta më parë ka mbërritur kryeministri i Hungarisë Viktor Orban. Jemi me pamje të drejt për drejta, mbahet samiti i komunitetit politik evropian për herë të parë në vendin tonë. Ndërkohë kemi parë që të komunikonte gjatë me mediat Kaja Kalas.
Sheshin Skënderbej, Brigit Haas, kryeministra e Liechtensteinit në Mosgaboj, ajo mbërriti sot në Tiranë në aeroportin Nën Tereza dhe ju drejtua fill pas mbërritjes këtu Sheshit Skënderbej për të startuar edhe punimet e samitit të 6 të Komunitetit Politik Evropian. Një pjesë e konsiderueshme e liderëve që do të jenë sot pjesëmarrës në këtë samit do të mbërrinë sot në aeroportin Nën Tereza, por një pjesë e tyre kanë agjend edhe ditën e nesërme, pasi nesër Shqipëria mirëpret forumin ekonomik të nivelit të lartë, po ashtu ku do të jetë i pranishëm në këtë forum edhe dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, do të jetë pikërisht Jared Kushner ditën e nesërme, po ashtu dhe Emmanuel Macron që do të diskutojnë në këtë forum të nivelit të lartë, vijojnë të mbërrinë lidera këtu në Sheshin Skënderbej, duke u mirëpritur nga kryeministri Edi Rama, sikurse është tradita e këtij samiti. Pritet, sikurse theksova edhe më herët, të diskutohen tema mjaft të rëndësishme, sikurse është ajo e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës dhe negociatat për të arritur në një paqe mes palëve. Kujtojmë se presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kthehet vjen në Shqipëri pas një vizite që pati në shtetin turk që kishte të bënte pikërisht me negociatat për arritjen e një paqeje dhe një armpushimi me Rusinë, dhe pritet që kjo të jetë edhe një pjesë e diskutimeve të sotme, pasi vetë zoti Zelensky do të jetë i pranishëm në sesionet plenare që do të mbahen këtu në Tiranë, dhe pritet që të jetë padyshim një temë diskutimi mjaft e rëndësishme edhe kjo çështje, pra sa i takon uljes së tensioneve dhe krijimit të një komuniteti sa më të qetë, por në të tjera do të jenë edhe temat ekonomike në fokus të diskutimeve të sotme. Në Mosgaboj, liderja që po mbërrin tani është Zelkja Cjanovic, ajo e cila po shtrëngon duart me kryeministrin Edi Rama, por pritet që emra mjaft të mëdhenj të shkelin pas pak minutash tapetin e kuq këtu në Sheshin Skënderbej, duke filluar nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, një emër mjaft i dashur për popullin shqiptar, pasi Turqia shpesh ka investuar në Shqipëri. Ishte pak muaj më parë për çeljen e xhamisë Namazgjas, edhe tani rikthehet sërish për të mbajtur këtë samit mjaft të rëndësishëm. Duhet thënë në fakt se në samitet të mëhershme, nga ajo çfarë kemi mundur të vërojtojmë nga afër apo të raportojmë, vetë zoti Erdogan nuk ka qenë i pranishëm, por ka dërguar ministrat e punëve të jashtme, por duket se Shqipëria ka qenë ajo që e ka tërhequr për të marrë pjesë në tryezat e diskutimit të nivelit të lartë, po ashtu rikthehet në Shqipëri ditën e sotme Emmanuel Macron, sikurse theksova edhe më herët, dhe ai pritet që gjatë këtyre ditëve qëndrimi në Shqipëri të çel edhe një shkollë të teknologjisë dhe inovacionit, që pritet të jetë edhe kjo një pikë mjaft e rëndësishme sa i takon marrëdhënieve dypalëshe që duket se po intensifikohen nga momenti në moment, ndërkohë që presim të ketë të tjerë të pranishëm që i drejtohen Sheshin Skënderbej. Krahas vetë liderëve janë edhe rreth 53 delegacione që i shoqërojnë, por janë edhe mjaft gazetar, operator, fotoreporter që po raportojnë këtu nga Sheshi Skënderbej. Është një event i përmasave të mëdha që raportohet në kohë reale në të gjitha mediat botërore, dhe padyshim që është edhe një mundësi e mirë për të promovuar Shqipërinë në arenën botërore dhe për të tërhequr gjithnjë edhe më shumë turistë drejt Shqipërisë, pasi duhet thënë se gjatë viteve të fundit ka pasur një boom turistik Shqipëria dhe pritet që të vijojë në këto ritme. Në ndërkohë shohim një tjetër lider që mbërrin, por ndërkohë kemi një prononcim për mediat. Nuk e di nëse regjia do të na ndihmojë për të kaluar tek prononcimi që po bëhet aktualisht.
Janë këto pamje të drejtë për drejta që na vijnë nga sheshi Skënderbej. Atje ndodhet gazetarja jon Geriola Hate, e cila po komenton në kohë reale mbërritjen e liderëve europian në samitin e 6 të Komunitetit Politik Evropian. Fjori, deri në orën 11 pritet që të mbërijnë minut pas minuti lider të nivelit të lartë këtu në sheshin Skënderbej. Është një moment i rëndësishëm për Shqipërinë që bëhet mikpritse e këtij samiti të nivelit të lartë që do të prek tema mjaft të rëndësishme. Presim që pas rreth 30 minutash ne të dëgjojmë. Putini nuk e do paqen, kësaj do të vazhdojmë me sanksionet e tjera. Por çfarë do të ndodhë në pas bisedimeve të armëpushimit? Kemi diskutuar, siç e thash, janë sanksione të tjera që do të vijojnë. Kemi 17 paketa sanksionesh për të cilat është rënë dakord dhe e di që edhe për Mbretërinë e Bashkuar është shumë e rëndësishme dhe do të vijojë ta ndjek këtë proces. Po. Vijojnë në pritjet e liderëve këtu në sheshin Skënderbej, ndërkohë që ka pasur një reagim në Twitter të presidentit të Këshillit Evropian, Antonio Costa, i cili shprehet se ka pasur një takim mes tij, zonjës Ursula von der Leyen, presidentes të Komisionit Evropian, dhe liderëve të Armenisë dhe Azerbajxhani për të finalizuar një traktat të paqe, thotë, është një hap mjaft i rëndësishëm përpara dhe ne po presim, thot, me padurim që të kthehet në realitet firmosja e kësaj marrëveshje. Pra është një mundësi e mirë për të gjithë liderët që ndodhen këtu në Tiranë për të biseduar, për të pasur takime bilaterale dhe për të arritur në marrëveshje të rëndësishme. Presidenti i Azerbajxhanit u prit një ditë më parë në aeroportin Nën Tereza nga ministrja Belinda Balluku, ndërkohë që sot duket se ka pasur një takim me drejtuesit e lartë institucioneve europiane, sikurse është Antonio Costa dhe presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen. Kujtojmë në fakt se një ditë më parë pati edhe një takim informal mes liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe presidentit të Këshillit Europian Antonio Costa, si dhe presidentes të Komisionit Europian Ursula von der Leyen. Të pranishëm ishin presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, po ashtu dhe kryeministri Edi Rama dhe presidenti i Shqipërisë, i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj. Ishte një takim informal që përmbyll turin disa ditor që presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa pati gjatë ditëve të fundit në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Nga Shqipëria ai u shfaq optimist për finalizimin e negociatave për integrimin e vendit në Unionin Evropian brenda vitit 2030. E madje u shpreh se mund të ndodhë integrimi edhe më herët në Unionin Evropian nëse Shqipëria ecën me këto ritme dhe nëse finalizohen të gjitha direktivat dhe të gjitha detyrat që Bashkimi Evropian i ka lënë Shqipërisë. Në mos gaboj tashmë po vjen kryeministja e Danimarkës, tapetin e kuq Frederiksen. Është Frederiksen, po. Presidentja e Danimarkës. Ka mbërritur Sapo kam bëritur në sheshin Skënderbej, është po e Danimarkës, e cila mbëriti pikërisht këtu në tapetin e kuq të sheshit Skënderbej. Do të shohim nëse do të ketë një komunikim për mediat dhe po normalisht pritet që të flasë për mediat ndërkombëtare nëse zgjedh të ketë një prononcim të tillë ose për mediat vendase, pasi kujtojmë se një numër i konsiderueshëm përfaqësuesish
mediatik ndodhen këtu në sheshin Skënderbej për të raportuar çdo gjë në kohë reale. Ndërkohë shohim një tjetër makinë që i afrohet sheshit Skënderbej dhe që pritet të sjellë një tjetër lider të rëndësishëm i cili do të jetë pjesë e tryezave të nivelit të lartë. Në total, ky samit është i konceptuar në 3 tryeza diskutimi, të cilat pritet të prekin çështje të sigurisë, por gjithashtu dhe çështje të emigracionit edhe çështje të ekonomisë, padyshim se si mund të rritet konkurrueshmëria e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian në tregjet globale, sidomos pas edhe tarifave të vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump, por edhe një sër problematikash të tjera ekonomike që në fund të ditës çdo gjë, çdo politik ndërthuret për të pasur e përsi ekonomike shtetet, por sidomos shtetet e Bashkimit Evropian, të cilat mbështesin njëra tjetrën në rrugën ekonomike dhe pritet që padyshim kjo pikë të jetë mjaft e rëndësishme. Më shumë do të mësojmë rreth asaj çfarë është diskutuar në përfundim të punimeve të samitit të 6 të komunitetit politik evropian, ku do të ketë një konferencë të përbashkët për shtyp. I pranishëm do të jetë edhe kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili këtë samit, por edhe vetë premtimin për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian e ka pasur kryefjalën e të gjithë fushatës 30 ditore para zgjedhjeve të 11 majit, dhe ky takim duhet thënë ky samit i nivelit të lartë vjen vetëm pak ditë pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare. Një pjesë e mirë e liderëve që ndodhen sot këtu kanë uruar kryeministrin Edi Rama në rrjetet sociale, në Twitter, përmes reagimeve që kanë pasur, por pritet që këto urimet ja japin edhe personalisht ditën e sotme, pasi do të kenë mundësinë deri në orën 19 pak a shumë që të shkëmbejnë takime, bisedime, ide me njëri tjetrin, edhe është një mundësi e mirë kjo për të fuqizuar dhe për të krijuar një network të fortë me njëri tjetrin dhe padyshim për të rritur bashkëpunimin. Kjo është edhe arsyeja kryesore pse ky samit është ideuar dhe konceptuar, pasi duhet thënë se nuk është një institucion zyrtar i Bashkimit Evropian dhe nuk zvendëson në asnjë moment rrugën e antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Unionin Evropian, por është një mundësi e mirë që vendet e Ballkanit Perëndimor të ulen në tryeza diskutimi me vendet e Bashkimit Evropian dhe të kenë ura të forta komunikimi. Por jo vetëm këta, do të jetë padyshim edhe presidenti turk, presim që të vinë nga momenti në moment edhe presidenti i Ukrainës, të cilët presidenti i Ukrainës ndodhet në, mund të themi, në një situatë të pafavorshme dhe do të kërkoj mbështetjen e pakushtëzuar të liderëve të Bashkimit Evropian dhe jo vetëm. Shqipëria është duke forcuar fushën e mbrojtjes dhe duke krijuar kompani të prodhimit të armëve për t'i ardhur në ndihmë jo vetëm Ukrainës, por për të krijuar edhe një bazë të vetën për t'i bërë ballë të gjitha problematikave që mund të lindin në të ardhmen.